Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حجا ويحق القول على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين الطاهرين وأصحاب الكرام المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Gjithë falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut Zotit gjithësisë. Ata e falënderojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën, dhe atë që I mundë Zotit ndihmon e drejton, askush nuk mund ta çojë humje. Ndërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e Tij e lënë humje, askush se ndihmon përveç Allahut. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe I dërguari I Zotit, të cilin Allahu na e çoi me Kur'an, dallues I të vërtetës nga shtrembra deri në ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbijetit të dashur, ju besimtarë dhe besimtare. Allahu na falë në mëshirë e Tij sot në këtë ditë xumaje. Ajetin që e përmendëm në këtë xuma, inshallah do ta përmendim edhe në xumat e tjera. Në krahas atyre ajeteve që I përdorim vazhdimisht dhe që thrasin njëri tjetrin vazhdimisht, në cilët Allahu xhelal na thret, edhe thotë: "O ju që keni besuar, keni frikë Zotit, dhe vazhdoni, jeni thotë besimtarë, ta besoni Zotit, keni mendim të mirë për Allahun deri sa t'ju vijë fundi I kësaj jete. Mos ndryshoni." Edhe ajeti tjetër I cili vazhdimisht thotë: "O ju njerëz, keni frikë Zotit, se prej ardhi juaj është dhe një njeriu të vetëm. Dhe prej atij njeriu krijoi shumë burra dhe gra. Por ne thotë: keni kujdes, ruajeni, mbajeni afër njëri tjetrit." Ajeti I tretë që e përmendëm, Allahu xhelal thret besimtarët, edhe besimtarët: "Ya eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam." O ju që keni besuar, e kam shkruar për ju, kam bërë obligim agjërimin e Ramazanit. Ashtu sikur ka qenë bërë edhe për popujt tjerë përpara jush, me qëllim që ju të bëheni më të devotshëm, me qëllim që ju të ndryshoni për mirë, të ushtohet devotshmëria në gjokset e juaja. Pra kam bërë obligim me qëllim që ditët e tjera që kanë kalu mos të jenë të ngjashme me ditët e Ramazanit, pra do të jenë ditë veçanta. Ditë që I madhe Zot këtë libër Kur'anin, që është dalluesi I vërtetës nga shtrembra,
që udhëzon njerëzim, e solli pikërisht në muajin e Ramazanit. E zbriti Gjibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për shkakun e zbritjes Kur'anit, mori vlerat më dhore edhe këj muaj, kjo hanë e Ramazanit. U bëhe veçanë për nderim të Kur'anit. Edhe kur themi Kur'anit, dhe më thonë është Kelamullah, fjala Allahut, fjala që të zonë, të drejton, të shpëton, fjala që të hap rrugë drejt xhenetit, drejt të përhershmes, drejt asaj që s'do të mbarohet asnjëherë, drejt asaj që s'do ketë smundje, s'do ketë lodhje, po do ketë vetëm mirësi dhe begati të përjetshme. Ky libër, Kur'ani, nga do që të sëllën njerëzit, nga do që të levizin, nga do që të hesin, ku do që të shkojnë. Pra, llogarinë do ta japin se si ka qenë jeta ati me këtë libër, me Kur'anin. Po, si ka qenë marrëdhënia e tij me Allahun xhelalu xhelaluhu. Jeto si të dush, vazhdo si të dush, vendose emrin si të dush. Nuk ka rëndësi për jarë, raca, ngjyra. Por, atë paraqitjen të ta kesh para Zotit xhelalu xhelaluhu. Kemi gjohë dhe ngjojmë vazhdimisht njerëz. Hike jeto tjetër në arabi, të hik në angli, hik këtë dush. A mund shmangesh, a mund shpëtosh, mos dalësh për para Zotit xhelalu xhelaluhu. I arri kësaj, u do që shkosh. Edhe në për qiellin, në për planetin, mrena në tokë, jashtë toke, nde, shiu, lëviz këtë dush. Këto do vesh prapë, kjare. Ke kriju si Zotit gjithësisë. Edhe me këto do japësh llogari. Si ke qenë me këtë libër? E që në thotë Allahu xhelalu xhelaluhu, unë po ju sjell ju një muaj agjerimi. Dhe me të vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po ju vjen një muaj i madh, ditët e cilit janë të veçanta, orët e cilit, javët e cilit janë të veçanta. Me të vërtet. Pse i ka veçuar Zoti xhelalu xhelaluhu? Sepse neve Allahu xhelalu xhelaluhu na mëshiron çdo ditë. Na jep mirësi, na jep mëshirë, na jep falje. Se kemi namazet, veprat mira, jashtë Ramazanit, plot, vazhdo. Por në muajin e Ramazanit e ka caktuar Zoti xhelalu xhelaluhu me gjithmonë mëshirë dhe falje të mëdha, mirësi dhe begati të mëdha. Për robët. Llogaritë që sa po të hyjë nata e parë e Ramazanit, Allahu fal miliona njerëz. Vetë ka ndërtuar më dhe Zot xhelalu xhelaluhu në këtë mënyrë. Që ky të jetë muaj i faljes. Por të jetë muaj i falje edhe njerëzit me njerëzit. A ke mundësi këto 3-4 ditë që kanë ngel domethënë para Ramazanit? A ke mundësi në qoftë se kene i hak për të marrë me janë bëhë lodhë? Apo ke 6 muaj a 10 vjetë që nuk fletë marrë? Pri shkak ose pri tjetër? A ke mundësi mi thanë ta kom falë? Pse? Për hatrin e këtij muajit madh, se ka caktuar Zoti falje mëshirë, edhe unë që ta kom bëhë lodhë. A ke mundësi? Pra një nga emrat e këtij muaji është falje. Falje. Falës. Muaj i faljes. Muaj i mëshirës. A ke mundësi t'i kështu? Apo një mirësi tjetër që ka ky muaj, muaj i durimit.
jeta ka sa dush, hallet të lashëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur t'ju moshtojnë dhe në Ramazan, thuaj valla jam agjërueshëm. Shko. Po t'i kam thonë një dy shumë të nëna, si kam gjuhit. Po më lese jam agjërueshëm. Shu thonë, e nësojnë, unë agjëroj. Edhe e në me qeni dëroshëm. Mos edhe me qenë sa agjerimi prek edhe stomakun, se do me thonë paka shumë prishet ai rregulli për ditë që përzenjë ke pas mamë bukë drejk, apo ke pas pi ujë. Që kjo është e caktuar, do me thonë, nga mëngjesi deri në darkë. Edhe shkoti ke shtëpia për shembull, nuk e gjen bukën gati, ujti në çajin, kafe. Edhe mu mëp me ato njerëzit që të bëjmë hizmet edhe në bashkëshortja, nona, apo cili ka për këtyre, matra, bëmë dojemtarë. Ska dhënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallaj në vanoni shemën tjerë zakonshëm. Kur agjeron të shkot në shpëri, edhe s'gjen të asë i sen për thonë. Ka i gjanë thërë s'ka për thonë. Atëherë, pinte i gotuj pa e bëjnë jenë për të agjero dhe nesër. Më rojë që e një. Po që tim në i rast, që ka bënë shëmat në familje, se s'ka gjithë diçka gati, sepse kjo të dëmtoj Ramazanin. Të dëmtoj Ramazanin. Pra kur të fysh në agjerim, ka thonë një herë shumë Zotja më shirot, në lo, të agjerin edhe sytë të tuj. Edhe goja jote. Dhe me thonë mas të flasi. A thu se, ke mu dishka në gojë, shumë hiq. Mas me i përgoju. Përgojimin e ka përmen veçan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thujt të nërë. Hadithi që thot për përgojimin është shumë i fort. Tha, i rrof uria dhe etja, tha ati, që s'ju ka nda fjallët gjatë Ramazanit. Në thonë që ka përgoju gjatë Ramazanit, tha, i rrof uria dhe etja. Uria dhe etja është shkalla e fonit. Ne dim me qindra dhe mije njërës që futen vetëm me uri dhe etje. Ja si thaj person. Po vje Ramazanit, po e thash. Ka një shnash, Zotit në e pranojnë. Po pse erë të Ramazan është ty? Dhe me thanë kishtë kuptimin, ditë e shkurtën, fresk, po pi shi për ditë. Apo tjetër dhe, kjo Ramazan për fëmijë dhe. Pse? Nuk ka kuptu i gjatë madhe prej Ramazanit, që ka kuptu vetëm se mënet pa hanë e pa pi. Po vëllaj nuk është kjo ideja. Ose, ajo për cilin a porositi Allahu Gjelizer nuk është kjo. Në lotë hankën e pio, në s'ka gjëmë, ja. Tjetër është. Kështu nuk lërcohër. Dhe me thonë, në qofë se ditë të tjera, edhe këtë ditë, kur futësh Ramazan i ke i soj pas i ndryshim, ne nuk hymë punë Zotë. Ta pranan, s'ta pranan, sa tjepë, sa shpërblen, aja është qështje ke aja. Por, mund dalësh me shumë pak. Që vehet në Ramazan, vehet për të fitohë shumë. Shpërblim të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Se normalisht nësimi pa shpërblim.